Në kuadër të sezonit turistik veror, Drejtoria Rajonale e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor Shkodër, në bashkëpunim me Qendrën Shëndetësore në Velipoj, ka zhvilluar një aktivitet ndërgjegjësues me temë Shëndeti i sigurt në plazh. Gjatë diskutimit u trajtuan çështje që lidhen me sigurinë e pushuesve, parandalimin e incidenteve në plazh, kujdesin ndaj fëmijëve, si dhe rëndësinë e ndërgjegjësimit për një sezon veror sa më të sigurt. Operatori i Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor Shkodër, bashkëpunim me Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Shkodër dhe Qendrën Shëndetësore Verore Velipoj organizon një aktivitet me temë Shëndeti i sigurt në plazh, që ka si nisë promovimin e shëndetit të sigurt në gjatë sezonit veror. Është organizuar në formën e një paneli diskutimi për të shpërndar përvoja të punës, eksperiencës, por edhe për të përforcuar bashkëpunimin me institucionet e varësisë apo institucionet tjera që ne i bashkëpunojmë, si dhe për të shpërndar ose për të përcjell mesazhe sensibilizuese për sa i përket problematikave, rasteve të cilat paraqiten pranë institucioneve tona shëndetësore, janë situata gjendje shëndetësore të rënduara nga temperaturat e larta apo gjendje mbytje të pushuesve në bregdetin e Velipojës, sigurisht edhe të rrjollet. Mjeku ka ndarë disa këshilla të rëndësishme për të përballuar temperaturat e larta gjatë sezonit veror. Cilat janë disa masa parandaluese që duhet i ketë parasysh kushdo. Qëndrimi në vende të freskëta, të ajrosura dhe me hije, shumë e rëndësishme. Shpangja e ekspozimit në orët e pikut të diellit, pasi që përmendë parafolci orari 11-12 deri në 5-6, veshjet lehta të pambukta dhe të hapura, pirja e lëngjeve në sasi të mjaftueshme, minimumi 2 deri në 3 litra ujë në ditë. Moslënia e fëmijëve apo të moshuarve dhe grupe që përmend që janë vulnerabël për një kohë të gjatë ekspozuar në diell, dhe raste që kemi hasur lënien e fëmijëve në makinat parkuara me xhamat mbyllur, sepse është një situatë shumë riskioze për këta fëmijë. Aktiviteti synon rritjen e ndërgjegjësimit të qytetarëve dhe turistëve për të parandaluar rreziqet gjatë qëndrimit në plazh dhe për të garantuar një sezon veror sa më të sigurt.